Si ditë e diel që ishte, vendosëm që të mos qëndronim në shtëpi për të dilnim jashtë. Dhe kështu bëm, i hipëm makinës dhe dolëm së bashku me burrin. Menduam që të shkonim në një zonë shumë të frekuentuar nga italianët këtu në veri, e cila është zona e Pelit në Genova. Morë makinën, ikëm dhe këto janë pamje gjatë rrugës. Gjatë kohës që qëndruam në semafor, kapa dhe këtë videon e trenit. Treni është mjeti i cili unë udhtoj çdo ditë, sepse jo gjithmonë mundem që të udhtoj me makinë, edhe pse e kam patentën. Por është akoma shpejt për mua që ta marr makinën këtu, sa të mësohem. Ky është edhe outfiti jon për sot, që zgjodhëm që të dilnim. Dhe këtu kemi pamje nga këndi i lojrave të fëmijëve, edhe të lumbatet e fëmijëve këtu. Ndërkohë bëm një xhiro në shëtitore ku kishte shumë gra që shisnin objekte të ndryshme, të cilat ishin edhe antike. Ja tek është edhe flamuri italian dhe kjo Speranza këtu. Me sa pash kishte edhe njerëz që shisnin djathra të shumt, perëra të ndryshme dhe njerëz që i provonin. Këto janë disa qirinj aromatik shumë të bukur që krijonin në moment. Ngjyra të veçanta. Ndërkohë buzdetit njerëzit bënin piknik dhe ishte ky qen i lezetshëm që po luante. Varka të shumta pranë gjolit dhe njerëz që bënin foto. Pamja që të ofron është qetësuese. Ndërkohë, gjatë shëtitore zvumre edhe këtë mjetin këtu i cili është për të gjojtur topa. Topat ishin shumë të rëndë, sepse provoja që t'i ngrija, po nuk munda dot. Gjëra të lezetshme dhe të vjetra të cilat e identifikojnë këtë qytet. Kjo ishte xhirua jon për sot. Ndërkohë të nesërmen, vendosa që të blej disa gjëra të Tigotaja. Dua që t'i ndaj me ju. I pari është ky krem hidratant i L'Oréal Paris. Është shumë i rëndësishëm për ne gocat, përpara se të bëjmë make-upin. Ky vendoset i pari. Gjithashtu bleva dhe një krem duarsh, duke qenë se këtu ku jemi ne ka filluar koha që të ftohet, bën ftohtë. Është shumë i rëndësishëm gjatë dimrit. Ka përbërjen e aloes. Edhe antidjersa, e cila nuk mungon kurrë. Unë zgjedh gjithmonë këtë të dove. Dhe një paletra të lagura për përdorim të shpejtë. Të gjitha blerjet që po shikoni kanë bërë te Tigotaja, kanë bërë edhe blerjen e një balsami të buzëve, i cili është ky këtu në video. Këtë kam vite që e përdor, është shumë i mirë. Dhe duke qenë se i bëra kaq shumë dhurata vetes, i bëra edhe një burri që mos i ngelej hatri, një parfum. Këto ishin gjërat që unë bleva, ju falenderoj që më ndoqët, ndërkohë mos harroni që të bëni like dhe subscribe në mënyrë që të shihemi edhe në videot e radhës.